Banorët e 6 fshatrave në njësinë administrative Trega në bashkinë e Elbasanit u ngritën këtë të premte në protestë për të mbrojtur burimin ujor në fshatin Muçan, prej nga furnizohen me ujë të pishëm. Në protestën e mbajtur nga njësia administrative ata pohuan se në burimin ujor po kryen punime nga persona me pushtet, të cilët disponojnë biznese. Thonë se shtrirja e tubacioneve vë në rrezik furnizimin me ujë të pishëm familjar, veçanërisht në stinën e verës. Sipas protestuesve, uji është jetik, ndaj përsa ko paguajnë rregullisht faturat, askush nuk ka të drejtu a marr. Banori i fshatit Muçan, ne kemi problemin tani te ujësjellsi. Une kam toka që i vadis me kanal, edhe gjatë beharit vinë e mashemin se nuk mjafton ujë për të pirë. Kurse tani këta mjaftoka për të marrur privati që të hapet në gjithë, kush dojë të vitë marri privatësisht. Kush i drejton këta? Ne vetëm këta, duhen në lurë, pse s'na pyesin, nuk është vetëm ajo. Vinë aty, ujtin për na e marrin. Aty ne kemi tokat, vinë dhe ca firma, unë e di që në për lumen, bazat e lumen nuk lejohen, bazat. Ata vinë marrin gur, marrin zhavorët, kemi leje. Por nga ku? Nga komuna, por jebi lejen, kush je ti? Vete ke plisi e fshatit. O zotri këta po marri gur, kush e ti thot që pse marri këta? Ta kanë marrë leje, po ku kanë marrë? Që të duhet ty? Nuk dim ku drejtohemi. Faleminderit shumë. Internacional, pastaj ish komuna dhe bashkia tani mbrapa, ish komuna e thatë furnizojnë dhe fshatrat e tjera. Shumë mirë arritën deri në këtë gjendje. Ne tani nuk e dim se si do veprohet. Në qoftë se do futen këto tuba, do ngeli, do mjaftoj ujti për ne, ndoshta tani mundet mjaftoj. Po qeshori, korriku, gushti. Janë du të merë në sesionë në këtë punë. Se ta janë pa leje dhe do t'jabë leje sesionë dhe ujti s'mjafton. Në verën e mundin me ora gjatë verës. Korrik, gusht, stator. Dhe nuk ka ujë. Nuk punon pamba, 6 orë në ditë punon pamba ati. Po morën dhe këta ujë s'ka farma për fshatarë. Dhe fshatarë që pini një farë, zë një farë kështë fshati. Se këta janë biznese dhe e më fëqishëm. Sot kemi mbetur pa ujë, tash shqetësimi është. Dimër ka ujë boll aty se është zalli. Në verë, gjatë verës, vjen ujti me orar, edhe ka dhe ditë që nuk mushet puseta e fshatit, për arsye se ka puse private, edhe aja e burim është. Nëse kam 10 kg ujë, ndaj me 5 veta, shty 2 ditë. Nëse kam 10 kg ujë, ndaj me 10 veta, unë një ditë e kam ujë. Ditën e dytë do pres mushet puseta prapë. Për ndërhyrjet në burim, banorët bëjnë përgjegjës kryeplakun e fshatit dhe njësinë administrative për mosmarrjen e masave parandaluese, ndaj sot u drejtuan me një peticion. Këta të fundit, pavarësisht pretendimeve të banorëve, theksuan se janë anën e tyre dhe se ndërhyrjet në burimi konsideruan jo legale. Marr ujë. Te ky baseni i Muçës, aty janë dhe pompët e ujit. Edhe pastaj unë kontaktova me kryetarin e fshatit, edhe thash ndaloni punimin sepse nuk kanë leje, nga komuna nuk ka, nuk di asgjë. Edhe u ndalun punimet, u hoqën tubat, u mushën kanalet, erdhën banorët, bën ankesën tuaj, mori kërkesë ankesë me shkrim. Mbas këtyre pastaj do të procedurat për shemb te ky basen e ujësjellsit, po kështu të imëtej për persona që kanë ndërhyrë pa drejtësisht dhe pa ligj. Kam qenë i pari, edhe ujti pishëm nuk ka permit preki, vi kush det, jo privat, por e shteti s'ka për të çuar në ka kërkuar veç në vlashi, uji aty s'ka marrë. Si fshat, se ka qenë një fshatit tonë. Dësa për ligjën, kur krizit gjithë ka bërë shumë ankese s'ka nërë, jo një privati që nuk bëva ki. Jo, njësur ka bërë shumë që në kërë dite, kanalet, u pezullua, e në lu se kush ka qenë nuk e di, u mush kanalit ashtë i prap, ikën se kush është shumë nuk e di. Aktualisht punimet për marrjen e ujit në fshatin Muçan janë pezulluar, ndërsa banorët shprehen të vendosur për ta mbrojtur ujin me çdo mënyrë.